Kam kaluar momente, mund të më kishte ikur koka disa herë. Cilat janë këto raste? Unë jam plagosur duke bërë detyrën. Jam plagosur në shtyqjen të Kukësit. Duke ndjekur një që dëshoj për gabitin e Kosovari. Unë u afrova banesës edhe po i bëja thirrje. Ai hodhi një granat, unë u hodha në krah tjetër për të shpëtuar. Po mua i cifër granate mund ball. S'pata dhimbje fare, vetëm gjakderi. I kam thënë çuna mbajnë rrethim, unë s'kam kur gjë. Si s'ke kur gjë? Më pan gjakun, ja futën banesë me automatik, mos i thëmë, s'kam kur gjë, merrni vesh. Kam hyrë te banesa komshiut, ai ishte lidhje familjare e këtit, kam thënë, ka mundësi për ta mbështjell pak me ul hemorragjin, ai shkreti. Gruaj tha, djethaj këmish plame. Po unë i këmishën gruaj, e shkyu këmishën ai. Nxori kutinë e duanit, ma vunin ball, ma lidhi ballin me atë këmishën. Astaj kam hip makinë, me shoferin vetëm, çunat i lash aty. Ku shkojmë komandant? I them, janë dy kampe, kampi italian dhe kampi arab. Po shkojmë te kampi italian, se me ata merrem vesh, unë dijem italisht me të ndajna. Dy kampet atë ishin për refugjatët që vinin nga Kosova. Nga Kosova. Për ndihmë atyre. Hy brenda aty në një çadër, aty ishte shtet komplet vllam. Kalmar në dorë dhe për 2-3 minuta dhe hemorragjia iku. Po jam djerë krejt tjetër. Iku kriminali, e lat ju? Ja, kriminali aty është në rujtje nga forcat. Nga varësit e mi. Një kujdes jashtëzakonshëm, ma mpiksën atë gjakderin, bile kujtoj e mjeku fortunatissimo. Perché non sei ferito qua, ma sei ferito qua. Qua è fortissima. Më tha, me shumë fat, tha, se nuk ka gjujt tu, tha, po të ka gjujt tu. Kështu vetëm kishte qa pak, është shumë e fort edhe vetëm kishte qa doli gjak. Pra kjo ka qenë momenti vështirë.